Më kujtohet shpesh ju kur u falshme namazin, ju drejtohesh e xhamatit, thashë ta falmi një namaz sikur është namazi i fundit. Dhe me të vërtetë duhet me qenë kështu edhe me Ramazanin, ta agjerojmë këtë Ramazan sikur është Ramazani i fundit. Sikur është i fundit. Idha asbahta fala tantadir al-masa. Kur çosh sabah, mos e prit mbrëmjen, edhe kur bjen natën mos e prit sabahin, sepse nuk dihet se kur ka marrë momenti që Allah e ka shënuar, ajo është i shënuar. Allah hoxh një ditë, Allah e shpëlbej, një ditë më ka shku mendje duke u bazuar në këtë porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi namazin, salli salataka wa anta muwadda. Më ka shku mendja, thash subhanallah, ja vlen njeriu edhe kur del prej shtëpie, kur ndahet prej familjes, të ndahet sikur më nuk kthehet. Të ndahet sikur më nuk kthehet. Çka do të thotë të dahet prej familjes me fjalë të mira, me përshëndetje, me selam, se ndoshta nuk kthehet. Nëse del ose të ndahem me vllaun, takohem me një vlla, të ndahem sikur është ky takimi i fundit me neve. Mundet nesër mos shifemi. Kur takohem me dikën, duhet të ndahem me fjalë të mira. Se kur të marr vesh ose ai nesër merr vesh, Zekria i kishte ndruar jetë. Po djebe pim kafe, po djebe u përshëndetëm, bëm muhabet. Kjo është si be ka ndruar jetë me dikush me dikon u ka zon, u ka ofendu, u ka sha, edhe si do ndihet tani kur të marr vesh sa i ka vdek. Prandaj ajo salli salataka wa anta muwadda duhet ta zbatojmë në çdo falë namazin sikur i këtë fundit, duhet ta kemi program të jetës tonë në çdo takim. Me vllaun, me familjen, me dashamirin, me nxënësin, me mësuesin, kur ndahemi sikur e kemi të fundit. Vetëm kur çave dia, kur njeriu e ka vetdijen se kjo është ndoshta namazi jemi fundit, agjerimi jemi fundit. Kjo si ndikon te namazi ti, te abdesti, te çdo ibadet që e bën. Është edhe një moment psikologjik shumë i rëndësishëm që ti bën të jesh vazhdimisht gati. Për atë moment i cili është i pashmangshëm, është moment i cili nuk na hik asnjë. Sidomos gjatë çdo xhumaje, çdo falet xhumë kur të marrësh vesh para se të vijë xhuma tjetër, një filoni kishte ndruar jetë. E po xhumaja e fundit ka qenë ajo. Një njeri e ka fal sabahun edhe ka ndruar jetë, ka qenë sabahi i fundit. Një njeri e ka fal yatsin edhe ka ndruar jetë, ka qenë yatsi e fundit. A e ka bon, ose unë, a e llogariti kur e fal yatsin se kjo mund të jetë yatsi e fundit, e një ditë kur ta se ka ndruar jetë. A e ka fal yatsin, nëse ka fal, por nëse e ka fal, si e ka fal? Subhanallah.